Më falni. Do pikën. Dhe pyetje e përgjigje. Po vazhdojmë, fjala ke për zonën Podgorica. A ose kryte profa? Okej. Pas këmbejt të profa Mamet Ademaj. Vazhdo. Thash që te numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë, për mua shqetësuese numri i vogël në për paralele, po shkojmë disa paralele që këtu e kemi që ne ka dhënë drejtoresha këtu në statistikë. Numri shumë i vogël përshete këtu në Gjirokës vetëm 3 nxënësa në paralele. Këtu e kemi edhe Gjirokës janë 6 nxënësa, edhe Belinjsti me 7 nxënësa. Ju shalut drejtoresh në të ardhmen për vitin e ardhshëm. Çka keni plan me vazhdueshtu me numër të vogël apo do t'i transferoni në përshkolla të tjera këta nxënës? Domethënë që paralela që nuk ka 10 nxënës, s'ma merr që edhe aty do të zhvillohet, do të ketë sukses. Vazhdojmë, thashte, suksesi i nxënësve në nivelin e parë. Unë këtu peshe vetëm një mesatore, të numrit të mesatorja 4.16. Dhe me thonë, vetëm i ashtuar, thash këtu edhe 0.34%, dhe me thonë, del mesatorja 4.5, që do të thotë 1901 nxënësa kalojnë të gjithë me sukses të shkëlqyshëm. Se di drejtoresh apo ndëgjon apo, që mendoj që nuk është vlerësim real. Të thotë nuk është vlerësim real. Shkojmë tash te nxënëse e këtu Po, tash e kemi suksesin e nxënësve në vitin shkollor për nivelin e arsimit të mesme të ulët. Edhe këtu e kemi notën mesatore 3.41%. Dhe me thonë, këtu me shtu vetëm edhe 0.9%, do të thotë që 1541 nxënës kalojnë të gjithë me sukses të shumë mirë. Dhe me thonë, kjo nuk është një vlerësim real. Shkojmë te shkolla e mesme, tu kemi 2 shkolla, këtu po më duket pak ma mirë. Shkolla gjimnazi është përqindjen e kohën 2.95, ndërsa shkolla profesionale 2.83, të thotë të 2 shkollat nota mesatore është 2.89, që po më duket pak ma real është që kjo mesatore suksesi. Edhe në fund i kemi të investimet. Është mirë që komuna Shtimës gjithmonë që t'i rrit investimet veçanërisht në shkollat tona, ka pas investime edhe përpara, se ju e dini që pas luftës shumë pak shkolla ka pas komuna Shtimës. Është mirë që po ndërtuar edhe në këtë periudhë ndërtimet mirë.